A jemi realisht në lojë apo shpesh në offside pa e kuptuar? Kjo është një pyetje që vlen jo vetëm për futbollin, por edhe për mënyrën se si e shikojmë lojën. Unë jam Ersi Vogli dhe sot jemi në Offside with Ed Manushin. Ed, përshëndetje, si e? Mirdita, Ersi, ç'është ky entuziazëm? Ose je ke nisur? Pak emocione, normal. Ed, do dal direkt në temë. Opinioni yt për kombëtaren shqiptar për këto kualifikuese për botror. Cili është? Na krijuan iluzione, jetuam në ëndër për një farë kohe, ishim në botror ndërkohë që Wall Shorti, sepse shifnim aty Shqipëria, por sidoqoftë do tentojmë herë tjetër. U duk sikur gjyrat po shkonin kaq mirë derisa u takuam me Poloninë në play-off. Çfarë ishte kjo? Apo Shqipëria e ka këto përmbysje në pjesë të dytë gjithmonë, sepse çdo gjë e nisim kaq mirë dhe pastaj përfundojmë duke e përmbysur atë gjë. Jemi akoma çik adoleshent, them. Nuk e di ama kuptoj sensin e kësaj. Po, do të thonë do të piqen. Na duhet pjekuri, çik eksperiencë. Do të piqen akoma më shumë lojtarë. Po ndërkohë kam idenë që jemi në rrugën e dur. Kombëtare me profesionist vërtet. A mund të themi se mund ta shohim Shqipërinë botror po në më të afërt në 2030-ën? Pse jo? Shpresoj që po ishte kjo formula me kaq shumë skuadra, ka shumë mundësi Shqipëria të jetë në botror. Okej, ai goli i Arber Hoxhait. Si u ndjeve në atë moment? A mendove që jemi një hap larg botrorit apo e mendove se puna ime që ja, kemi edhe pjesën e dytë se jemi mësuar me këto përmbysjet. Këtyre lloj golave unë i gëzojmë sikur të jenë deklarata të forta dashurie, po e di që gjithmonë më japin hidhrim nga mbrapa, nuk e di pse. Jam çik fatalist kur bëhet fjalë për kombëtare. A mund të japsh një reagim si reagove domethënë kur boni golin Arber Hoxhai? Gol! Tani çfarë gjëra të tjera. Reagimi im ishte këtu. Nuk po e besoj se çfarë po ndodh në atë moment. Ai që një gol llokum, duket sikur na dhurun polakët, po nuhatja prej kidhari në zonë e arbrit, na e solli atë. Po ja, ishte mund të them super gol normalisht. Patjetër. Si më ndën tani, po shkojnë gjërat mirë me kombëtaren sepse të gjithë tifozët po kërkonin Muçi, sepse kishte një performancë kaq të mirë në ligën turke, madje edhe mbrëmsh në një super gol që u befasova edhe vet kur e pash, po a ka diçka që nuk shkon me dis trajnerit edhe lojtarëve? Tani, jo se duhet të shfaqsoj trajnerin, Muçi patjetër është një talent i jashtëzakonshëm, edhe unë e pasha atë golin dje dhe madje njerëzit po thonin që jo faj portierit, po Muçi ka një goditje të thatë bukur, shumë e vështirë te portierit, shumë të shpejtë dhe të fortë. Ideja është që kur e kemi marrë Kumboron, trajnerit ne duhet t'i besojmë idesë atit. Ajo ide na çoi deri aty, kështu që nuk duhet ta penalizojmë më shumë se ç'duhet. Patjetër që do doja Muçin kombëtare. Pa ta gjesh formulën e Muçit kombëtare. Ti ke pak Reali që lu Mbappé dhe Vinicius dhe s'merren vesh me njëri tjetrin. Ajo është absurde do të them, po, nga që Muçi u fut minutat 80 edhe gjithçka prishim nga Muçi dhe më pas ishin to reagimet që shiko. Ja, Muçi u fut në lojë, pse nuk bën ndryshimin, po. A ka të bëjë shumë ky ndryshimi edhe pse Muçi në minutë 90? Një gol baraziu mund ta bënte besoj. Është shumë pak minuta për ta marrë ne gjithë presën që ato 10 minutat e Muçit. Unë mendoj që inkuadrimi i lojtarit edhe me talent në kombëtare duhet të jetë më organik. Do të krijohet harmonia, do të krijohet ajo që është ke Barcelona, simfoni e gjallë. Do të ketë pak tiki-taka aty sepse të kombinojnë, kuptojnë ai. Unë jam vet fans me Barcelonën, kështu që e shikoj çdo ndeshje. Mbante edhe mbrëm pash ndeshjen kundër Alavesit edhe humbëm po ne, se kemi fituar kampionatin. Ndeshjen e fundit kur fituam 2-0 kundër Polonisë, goleshënuesit ishin Asani edhe Daku. Pse nuk ishin ato në lojë? Ato do të ishin kyçe për se ishin ato na çuan europian me pak fjalë. Daku di që ka dëmtim, kurse Asani gradualisht ka dalë pak nga skemat e Silvinjas. Kam përshtypjen që nuk e kemi më atë Dakun me atë shkëlqimin dhe me ato golat që na dhuronte. Po mirë, Asani ka një goditje potente si Muçi gjithashtu, po Asani na ka lënë bresa, domethënë kur ka luajtur kundër Polonisë. Pse nuk dua të di më shumë pse nuk ishte kjo gjë në kombëtare, sepse unë jam dhe fans me Partizanin. Jam Demi Kuq edhe kam përshtypjen që nuk e kishim atë Asanin atyre golave. Kam përshtypjen. Do të këtë nuhatje kishte Silvinja. Po pas këtyre gavave. Unë jam me Dinamo Mosaro. Pas këtyre gavave që bëri Silvinja mund të themi, a mendon se është koha për një trajner të ri në kombëtaren shqiptare, qoftë pse jo edhe shqiptar? Nuk do të quaj gafa, ndoshta është fjalë që e penalizon më shumë se ç'duhet, po do doja edhe unë një trajner të ri. Doja një trajner që të mbështetë ke shpresat tona. Duhet më japësh një emër trajnerit të huaj që mund ta fusë Shqipërinë në shinat e botrorit, ose një të huaj dhe një shqiptar. Kush mund t'ju përshtatet më shumë? Flick. Hansi Flick? Po, jo, se sta e Barcelona, është i Barcelonës. Klopp, atëherë ai është pa punë. Okej, Jurgen Klopp, po. Po shqiptar, kë mund trajneri mirë shqiptar për mua Orges Shej. Ose Ilirdaja, po Ilirdaja. Po Ilirdaja mund të ishte. Sepse ka shkëlqyer shumë.
Tani duhet më japësh epitete për secilin lojtar që do të përmend më poshtë, do të thënë kundrejt ndeshjes Poloni-Shqipëri. Strakosha, Legionar. Shehu. Kujdes me këtë se kam edhe komshi. Sheo e kanë vështirë të apër. Shehu është një Pedri i vogël aty në kombëtarin Është, të ku diun, fantazi. Aslani, Aslani Motorri. Hoxha. Hoxhaj Si Shkelqiu ishte i papar. dashuria e fëmijëve. Gjithë kalamajt vdesi për Arbrox. Gjimshiti, Gjimshiti Palodhër. Muçi legjendave, Muçi jon. Më ndafshi. Mitaj, Mitaj Malsori. po Armando Broja, sepse ky është epik. Këtë kemi bërë si mesin e Shqipërisë. Armando Broja nuk e di pse se nuk e shijuam akoma, nuk e kemi shijuar akoma Armando. Nuk ka dalë Armando Broja i vërtet, nuk ka dalë në atë që duam ne. Kemi glorifikuar ndoshta çik më shumë se ç'duhet, po një lojtar i madh i Shqipërisë. Çfarë e pengoi Broja më shumë që të ishte pjesë që të ishte më brenda kombëtares, sepse ajo Pati çik fatin e keq me dëmtimet, me thënë të vërtetën, nuk gjeti një situatë mirë në një klub anglez ku të shpërthente dhe ka qenë gjithmonë me pak minuta te kombëtarja. Kjo është një lloj handikapi për futbollistët. Do të kenë shumë minuta në skuadrat e tyre për të dhënë maksimumin kombëtare. a ke ndonjë emër talente të ri që mund të bëhet pjesë e kombëtares, që mund të bëjë ndryshimin me sa ke parë nëpër ligat shqiptare ose të huaja që mund të jenë shqiptare? Shpendin do dojen kombëtare. Shpendin? Sulmus në Itali, kam shumë qejf ta kem Shpendin kombëtare. Ta shikoja, shënon me shumë thjeshtësi në Itali dhe të shënosh në Itali është një merit se ka mbrojtje shumë të forta, skuadra taktike italiane. Edhe pyetja e fundit që kam për ty Manush. Po, të përgjigjesh jo si tifoz. Jepi. Kush e fiton botrorin? Meqense po Spanja patjetër. Spanja, Pa pikë të vëllëziku. po mirë unë të them që fiton Argentina për shemb do ta mbrojë akoma të titullin. Këtë vështrim është. Po pse mund të thuash që fiton Po Spanja? mendoj që me vërtet Spanja është me një numër lojtarësh pa diskutueshëm, me sfushën e ka jashtëzakonshme dhe është një gjendje shumë të mirë. Nëse Jamali kthehet siç duhet, është një favorit kryesor. Tani egzageruam kur them edhe do duhet ta fitonte, po mendoj që i ka mundësit. Patjetër që Argentina është kombëtare e madhe. Po mirë se edhe Franca ka një 2-3 Patjetër. Pastaj Ronaldo në presim. Këto 3-4 skuadra do jenë që një prej tyre do fitojë. Po. Edhe Anglia mos ta heqim jashtë Mund të jetë viti anglis. Është ato kanë krijuar futbollin që ka vetë emrin futboll. Atëherë faleminderit të dashur miq, ky është Offside with Ed Manushit dhe shihemi në episodin tjetër. Bye bye. Bravo Ersi. Mund të bëj një përgëzim jo dalim çik jashtë këtij skenari. Okej. Se kisha qejf ti thoj edhe kamerës një gjë se ne nuk rrim dot pa i fol kamerës, se këtu ka ftuar miku im Eno Popi bashkë me Ali shkollin ton, profesorët e dashur të fakultetit. Imagjinoni se çfarë fati kanë këta studentë, se çfarë pedagogësh ka. Është shumë e vërtetë. Podcastit. Jo vetëm kaq, po për mua është shumë e rëndësishme për gjithë procesin edhe toparenën që ti do fillosh të është Po. Në fakt jemi në këtë lloj podcasti që na thirrë tjerë si bashkë me profesor Renon, jemi në vendin edhe në kohën e dur. Pse? 10 qershor fillon Top Arena, një nga evenimentet më të rëndësishme që ka Top Channel në transmetim, që lidhet me botrorin. Po, fillon. Kështu që pse jo ne mund gjejmë element interesant bashkëpunimi këtu brenda jush. Ishte kënaqësi shumë e madhe për për ne. Asgjë s'është rastësore. Profesor Reno është gjithmonë shumë nuhatës në këto gjëra, kështu që bashkë me Zyshin ne ju falenderoj që më sot këtu. Keni një atmosferë shumë të mirë këtu dhe urime për këtë podcast. Më thanë që jam i pari. Po, normalisht. Do ju sjell fat dhe të jeni të sigurt për këtë. Ty të uroj sukses, e kam dëgjuar që je elektricist. Po. Ke pasion sportin, po studion këtu për gazetari sportive, ajo që na mungon. Po, je dhe simpatik, kështu që ke gjithë rekvizitat për të qenë në ushtrinë tonë të madhe. Faleminderit për këto komplimente. Po, qafoj Ersi dhe të uroj sukses. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ky ishte Ed Manushi. Ky ishte Ersi. Oh la la.